Klubi futbollistik Gjakova Gjenerata U8 deri në atë U13 ka mbajtur kampi futbollistik në kuadër të javës olimpike që po mbahet në këtë qytet. Futbollistët e këtij klubi sot gjatë gjithë ditës kanë mbajtur gara në këtë sport. Madje drejtori i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve Meriton Ferizi, si dhe zyrtarë të tjerë komunal, kanë ardhur për të parë nga afër këto aktivitete. Sot jemi me mini kamp në klubin e futbollit Gjakova, i cilët janë një shembull i rezultateve shumta të arritura kohëve të fundit. Për të vazhduar pas kemi edhe me handballin, domethënë me notin, ping-pongun e kështu me radhë. Trajneri i këtij klubi Gëzim Daka po thotë se një eveniment i tillë sportiv që po mbahet këto ditë në Gjakovë është tetë pozitiv. Madje sipas tij aktivitete të tilla duhet të mbahen edhe më shpesh. Tashmë dihet veç Kosovës ju hapën dyert si në UEFA dhe në FIFA, kuptohet për futboll. Këta çuna i pret një armëri e ndritshme në të ardhmen, edhe besojmë që do të kemi shumë yje tjerë si Kuznikun, si Hasin, si Canën e tjerë e tjerë. Përndryshe në ditën e fundit të javës olimpike në Gjakovë, prezente do të jetë fituesja e disa medaljeve në judo Majlinda Kelmendi.